synën që me marrëveshje e ka braktisur fëmijën e saj, ndoshta edhe nga pamundësitë ekonomike. Duket sot se po bëhet pengesë që i vogli të kryej vizitat mjekësore. Po, unë kam një shqetësim nga Ahmeti në lidhje me djalin tuaj për çështjen e kujdestarisë. Po, Kujdestarinë e ke ti. Djalin e mban Ahmeti për 2 vite e gjysmë. Po. Është braktisje që ti dënohesh. Nëse ti nuk e mban dot djalin, pse nuk ja lë Ahmetit kujdestarinë? kush tha që nuk e mbaj djalin? Po ti s'e mban, djali ka 2 vite e gjysmë këtu. Kur e mban? Një herë në javë që vjen e takon, apo një herë në muaj? Kujdestari të plot do të thotë ta mbash ti dhe të kujdesesh ti. Pavarësisht se Jorida kishte ardhur në takim vetëm për të parë djalin që nuk e shihte prej shumë javësh, me praninë tonë aty, ndryshoi menjëherë strategji. Bë rrobat gati si do më thonë. Nëse realisht nuk e mban dot. Jo, e mbaj, ç'është nuk e mbaj. Ti ke një letër që ja ke dhënë Ahmetit që deklaron se mund të kujdeset Ahmeti. A mund të shkojmë tek noteri dhe të bëjmë një deklaratë notariale ku ti deklaron që kujdestarin do t'ja kalosh Ahmetit? Të s'duan të kaloj. Po pse s'do t'ja kalosh? Se do ta mbaj vet. Nëna duket konfuze në ato që thot, ai sa nuk e dim se çfarë realisht po kërkon. Ajo që duhet të bëjë dhe madje ka detyrim ligjor, është përkujdesja e përditshme për fëmijën e saj me aftësi ndryshe, gjë që për 2 vite e gjysmë nuk e ka bërë.